Don për shembull ata që e shohin këtë terrorizëm mund më thonë, mos dashaj ka bën si luj Kurti atakim me pi lojës presidentit. Jo bre nuk ka puna Kurtit, unë kam dëgjuar edhe është në rrjetet sociale të shkuar se paton Haxhiu thotë unë kam aranxuar atakim me gjuricin me A mendon se është obligative ligjore që presidenti ja më dol me thonë me shpjegu pse është taku? Jo, ajo dashtë edhe mësë mi mshef ato fotografia dhe me tregu. Jo, kur të merë vesh një herkrej dyjeja, na simpatizant të saj mas mrami. E çka mendoni për juve personalisht? A është tradhti kombëtare nëse ti je presidentin i shtetit edhe takuesh pa e ditë qytetarët e Republikës me një... Jo, nuk e quaj unë tradhti se burri shtetit mundet mu taku me se cilin. Unë nuk e quaj tradhti. Po tradhti e quaj nëse atë zajednicën rrinë në një tavolinë ose në një takim i aranxuar, që sot baton Haxhiu, ja ku më aranxu unë që flitet, çka flitet atë, unë nuk e di çka fol atë. Po aranximin të tjeku bon dhe aty ku preket zajednica, aty ku preket Kosova, unë jam fort i ndishëm, vallaj unë... Edhe vllazni ato me thonë ti... Vallaj vllavnë tam nga nin e Fadilin e djalin tam... Jo, unë e di edhe një sen që ti dhe me thonë, nuk është e letë se ti ju ke dollë kundra vllaznive tu, për shkak listës guzellëve sa s'mund ta, është e vërtetë. Po pikërisht, i kom thonë, kur vllavë tam Fadilin, kom thonë, nuk mojnë mbështete, sepse lista guda edhe Vjosa s'mon e ka më mirë se tonë jo, edhe Albin Kurti. Unë nuk e di, çka do me thonë këtu, kur është qarë që Kosova i majtë i gjatë. Unë e mendoj me ra një vijet drejt, se i kam 104 moshku në luftë më pushtus, mi pas një president të vetë, mi pas një parlament tonë, mi pas një shtet tonë, me kufit sigurt, dhe nuk e di pse, që kanë mujtë me bon këta, unë e kam fol një mendim, pa ndoni praskemi. Anë e kërësojnë banonë, unë sonë të bëhanë, ja kojë ke banonët, është fjalla diçka për banonët që e kom folë një, po në ato, sonë të për iftarën, ta në familjet Bajrama në iftarë, horë banone. Ke dish me folë me metaforën, për këpëtesh apë? Jo, po, unë për lasë që kom thonë. S'po të rekët, Basalil, jo, nuk do jetë se kumë bo, gjonë. Se s'ka hapë për gjonë. Për kundra dhe jem sad. Edhe gësë që ka zanot më të rekë. Jo, kur valoj, gësë nuk të rishë në kur se që kumë bo gjonë. Absolut që ja kam thonë, asë nuk e kam në nëqmu, asë nuk e kam thonë, veç ja kam thonë originalin qa është. Qovë se ke shkel kushtetutën tash, sa du po, se kushtetusa ja ka këthy dhe me 31. Po në me, ja kish këthy kushtetusja pro Albin Kurti? Po, ja ka pro Albin Kurti. E ka vendosë mosën e sigurisë? Do me thonë, tash e këshyrum dhe mas 31. Qka për ndodhë? Unë nuk më pasë qef me... Ndërkohë Vjosa e ka shpërbë parlamentin, apo? Po, Vjosa e ka shpërbë parlamentin, po kushtetusja tash ja ka këthy. Ja këtheja... E ka vendosë mosën e sigurisë? E ka vendosë mosën dhe me 31 mars nuk mundët... E shka po ta mërmanja një me Basalil, a je proti nëse Albin Kurti se e kom dëgju në për intervista, thot, Kurti thot që unë e pajtona plësisht me kryeministin Kurti, thot, na numrat i kena veç me PDK-n, për president o fjolla. Ja, ndëgja. Këto që i di unë, i di te, i di bota. Albin Kurti nuk merë vosh për PDK-s. Albin Kurti nuk merë vosh për LDK-s. Albin Kurti ja ka vot 30 në nënshkrime, ja ka garantu 65 deputet, a 6 sa i ka, edhe i ke din krejt dyja që asra mushit që jep, as nuk i shkon LDK-a se 12. E qka nëse i në koalicion vetëvendusja për president me PDK-n, a e mbështetje? Po nuk ka qare, nuk i qare ti për pahin, ja ki më shku në zedhe, ja ma hin në koalicion me dike. E vetëmja që mund e shpeton është PDK-ja. Dhe mune mu kënë ndëgju, që kësha që njështë, nuk e kësha që poplën qëtja, po e kësha bo qeverin. E tash, këta nuk e bojnë qeverin, për a shumë arsye, se i ka lypë shumë. I ka lypë, me sa di unë, i ka lypë edhe president, edhe 8-9 ministri, LDK-ja, se dhënë marveshje politike për dojnë. Ara mushi i ka ik, LDK-ja nuk i ka 12-13 se ca, që shka në ajo Bajrami as,